rikthyer nga pazari dhe tani do t'ju bëj një supermarket haul. E mbaj mend që keni pas pëlqyer shumë këto video, kështu që thash me shumë sot kam bler shumë gjëra. T'ju tregoj. Bleva një palë nga këto krazat për Raelin. Palë ku më mirë. I kishte një palë, por ja çan ma çokët, kështu që i mora një palë të tjera dhe këto me Minnie Mouse-in. Ka shumë qejf. Mora disa letra të lagura për në qerje. Mora makarona, zakonisht tentoj të marrë këto tipet që janë kështu, që mund të hahen me lugë, në mënyrë që Raeli të ketë kollaj për t'i ngrënë. U shikoni, kam haruar të marrë oriz. Në gjithë këto. E kam edhe një paku, po thjesht doja të kisha stok aty, se në rast se të duhet në moment të shembull, por gjithsesi. Mora dhe ca nga këto për t'i futur tek kaseta e banjos. Dhe më pas mora ushqime për marshotët. Kalëm tek qesja e dytë. Biskota. Dua gjithmonë të kem diçka të ëmbël. Kam marrë gjallë. Mora dhe ca vezë. Neve zakonisht vezët i porosisim kështu në për fshatare kështu që njohim. Por duke qenë se ndonjëherë porosia edhe vonon, për shembull nuk është se mund të më mbaroj vezët sot dhe unë shkoj sot t'i marr dhe i kam gati. Duhet t'i porosis, pastaj ato i mbledhi edhe mi sjellin, gjë që mund vonoj disa ditë, kështu që ndërkohë mora disa vezë kështu në dyqani, që nuk është se i kam shumë qef me të drejtën. Që ku kemi filluar që marrim këto vezët bio, e dalloja të ndryshimin, kështu që këto nuk është se më pëlqejnë shumë, po ndonjëherë nuk e qa bën se s'ke si sa johesh. Dhe sot kam ndërmend të bëj një fërgesë për drek, kështu që më duhen vezët. Kohës kam bërë akoma kafen time, mendoni. U quam, hëngër mëngjesin dhe thash të ikim shpejt pa na zëna u vapa madhe, sepse është shumë e padurueshme. Mora rigon, kuskus, unë des për kuskus, dhe në qoftë se jeni ndjekës të vjetër, keni parë që e kam pas për shpejt. Mora ca junks për mua, sepse nuk ri dot. Ja kam lejuar vetes që një herë në javë të ha ndonjë gjë kështu. Se edhe ai stresi që don të hash diçka, po nuk e han dot se është e keqe dhe s'të bën mirë kështu, ai stresi është gjëja më e keqe që mund të ndodhi. Vetëm nga ai stresi që nuk han dot atë që do, mund të shfaqet sëmundje të tjera, kështu që kam menduar të bëj një balancë ndërmjet ushqimeve të shëndetshme që duan për trupin dhe ushqimeve të shpirtit, i them unë, sepse të kënaqet shpirti kur ha një diçka që e ke qef. Mora disa lëngje frutash për Raelin. Atëherë kjo është marka që unë marrë për Raelin. Unë deri vonë nuk i kam pas dhënë, pra deri kur ka qenë 2 vjeç, nuk është se i pja nga këto gjëra. Por kam bërë disa kërkime dhe gjeta këtë markën që ka shumë pak ingredient, nuk ka sheqer, nuk ka ngjyrues, nuk ka kështu aditiv, kështu që mendoj se është një nga markat më safe që kam parë aty në supermarket dhe është vërtet shumë e vështirë që të gjesh kështu lëngje frutash për fëmijë që të mos kenë sheqer, glukozë, ngjyrues, është shumë e vështirë, kështu që po ja tregoj edhe një herë nëse dikush është interesuar për fëmijët. Gjithashtu tek ushqimet e shpirtit tim hyn edhe kola. Zot faleminderit për këto kanalçet e vogla, sepse pi vetëm kaq edhe ciao. Tani kalojmë tek qesja 8.
një tjetër Dunks. Mora edhe puding, besim për puding. Mora sa nga këto krakersat kështu, se ndonjëherë në darkë për shembull nuk është se ha shumë, edhe thjesht dua ndonjë gjë të ketë, edhe këto sikur ta mbledhin pak stomakun. Këto janë biskotat e Raelit, që unë i kam dhënë që ku ka qenë e vogël sërish, sepse i kam parë si më pak të dëshme në krahasim me të tjera, dhe këto janë shumë të mira edhe për të rritur patjetër, dhe janë shumë të mira me qumësht. Kur i fut në qumësht, zbuten edhe ka një shtesë shumë të mirë, dhe zakonisht Raeli i ha mëngjeseve me qumësht para se të shkojë në çerdhe, dhe atje han mëngjesin tamam. Një kefir për veten. Çfarë kam harruar tjetër të marr? Kam harruar të marr qumësht. E kam një kuti, po gjithmonë mbaj një 3 kuti që t'i kem aty, duke qenë se tashmë qumshi pihet shumë në familjen tonë. Raeli pi qumësht, kam filluar edhe unë të pi qumshin. Në këtë udhëtimin tim të gjatë rreth shëndetit dhe ushqimeve të shëndetshme, kam zbuluar që qumshti i lopës është më i miri për ata që nuk kanë intolerancë, se patjetër ka njerëz që janë intolerantë ndaj laktozës dhe nuk ju bën mirë. Por që në krahasim me qumshtat e tjerë, për shembull qumësht bajrami që kanë pas pirë më përpara, fancy, qumësht soje, këto të tjera, këto janë të gjitha super të përpunuara dhe nëse lexoni ingredientet mbrapa etiketës do të shikoni që vetëm qumësht nuk ka aty. Dhe ka lloj gjërash dhe përqindja për shembull le të marrim qumësht bajame, ka shumë pak bajame dhe ka 100 aditiv të tjerë që për çfarë duhen. Për çfarë duhen. Më mirë e bën vetë në shtëpi, merr bajamet, ujë, i grin aty dhe e bën, se sa shkon blen një qumësht bajame, qumësht soje, qumësht nuk e di, të tjera që ka, dhe që janë plot me ingredientë të tjerë fare të panevojshëm, pra janë super të përpunuar dhe nuk janë fare të shëndetshëm. Neve kemi pas ato mendimin më përpara kur sapo hym që këto janë më të shëndetshme, qumësht bajame kështu, por absolutisht jo. Next, pashca kështu kokoshka me djath. Edhe ka dalë një film i ri në Netflix që dua ta shikoj me Renin, kështu që tham pse mos i provojmë. Dhe normalisht kur marr këto gjërat, shikoni se këto nuk do t'i haj brenda një dite, mos mendoni. Këto janë të shpërndara në javë, në ditë, domethënë nuk ashtu domethënë. Dhe ajo që bëj është që marr sasira të vogla në mënyrë që ta kushtozoj veten, pra kaq është. Dhe ajo pakoj patatinave që mora është më e vogla, pra aq mund të ha unë dhe Reni bashkë edhe mbaroj. Mora djath kaçkavall, des për djath kaçkavall. Mora një ujë tonik për të bërë ndonjë limoncello spritz darkave. Dhe në fund, mora një uthull të lirë, që nga hapur kjo më duhet, pëse është në largo. Ja. Mora një uthull të lirë për barishtet e këqija në obor, sepse më vdiqën. Kur dalin për shembull ato barishtet mes pllakave të oborrit, i hedh kështu uthull, edhe të nesërmen ato kanë filluar të thahen dhe mund të pastrojnë shumë kollaj. Kjo ishte çdo gjë për Halloween tim, tani le të bëj një kafe sepse mbarova. Sot mezi jam zgjuar, i kam kokën shumë të rënduar, trupin shumë të rënduar, mezi qëndroj dhe ndihem disi e lodhur. Uroj që kafja të më bëj derman. Dëgjoni pak.
dëgjoni që. Ndërkohë që unë shijoj kafen time e qetë, Rael është amdega dhe mandenjes që po luan, shikon kukla, han komplet e pavarur dhe është një lloj qetësie. Nuk e di, domethënë, kjo është të pasurit një fëmijë, është një parajsë, të paktën për mua, është më e mira e të dyja botëve. Edhe jam shumë e lumtur që më në fund erdhi kjo ditë që nuk duhet të jem gjatë gjithë kohës aty duke e ruajtur, duke e parë, sepse tani ajo është një njeri i vogël i pavarur dhe kam shumë qejf ta spionoj tek dera, se dera është me xhama dhe me kështu. Edhe spionoj ndonjëherë kur luan aty vetë dhe kënaqet aq shumë, qesh. Është një ndjesi shumë e mirë, shumë e bukur. Ndërkohë, si që më të shikoni këtu, kam një valixhe, sepse po përgatitem për një udhëtim në çift bashkë me Renin. Ndërkohë që në videon e kaluar ju fola për udhëtimet mes vajzave, gjithashtu shumë të rëndësishme janë edhe udhëtimet në çift të prindërve, për t'u larguar edhe të dy së bashku nga përgjegjësia, nga punët, por edhe për të mbajtur të gjallë lidhjen mes njëri tjetrit, padyshim që edhe çifti ka nevojë që të kaloj pak kohë vetëm pa fëmijën. Sigurisht që udhëtimi nuk është i gjatë, është thjesht 2 net. Kështu që patjetër nuk mund të rrim dot më gjatë larg vajzës, edhe duke qenë se ne jemi gjithmonë të tre, jemi mësuar, domethënë si 3 mosketierët, dalim të 3 bashkë, shkojmë të 3 bashkë, domethënë jemi shumë të lidhur të 3 bashkë. Sa do kaq? Kaq. Edhe një? Dhe një? Okej. Gjithë mami. Jo, të gjitha ajo se dhe barku. Dhe barku. Plotë mami. Plot? Ja plotë ta më të mami. Mami nokë, kaq mami. Nuk donë ato. Nokë. Nuk janë të gjitha për një herë. Eri. Për bërtamat. Okej?